Unë shikoj fillimin e shpërbërje, fillimin e procesit të shpërbërjes së NATO-s. Po, të rendit në basë 25. A i rend ka rënë, a i rend ka rënë, a i rend ku diplomacia kishin rolin e vetë të rëndësishme, jo kryesor, se gjithmonë fuqia ka pasur rolin kryesor. Tashmë Putin e hodhi poshtë këtë rend. Dhe unë po shikoj fillimin e procesit të shpërbërjes së NATO-s. Shpërbërja NATO-s dhe largimia Amerikës nga Evropa ne na le zbuluar fakt si qeni. Edhe para opinionit shqiptare njerë, para shoqërisë shqiptare, pastaj para qeverisë dhe ushtrisë së saj, shtrohen disa pikpyetje dhe shtrohen disa probleme e para shumë të mëdha për të zgjidhur dhe dyta që kanë kohë sot të jashtëzakonshme në para dhe në kohë. Ne nuk kemi kohë. Sa mendon që duhet shkojë ushtria shqiptare dhe forca rezerviste e saj? Ushtria jonë, metoda jonë du tjetë, koncepti jonë du tjetë koncepti i deterencës, i frenimit. Dhe pra, koncepti i deterencës dhe i tashi është me fuqit bërthamore, që e ke ti po e kam dhe unë. Po më qytet ti do të gjoj dhe unë, do të shkatrojemi. Tashmë ne du të adoptojmë të për forcat konvencionale, për ushtrinë. Okej, si që kishte Hoxha, që nuk jam ushtria me e fort, po erdhe do lesh kockat. Kosoja pushtimit shumë e madhe që nuk jam vlen... Kjo është koncepti i deterencës. Edhe me po që të plotësohet ky koncept, duhen reforma shumë të mëdha në ushtri dhe në financa. Unë mendoj që jam bërë hapa, goxat mira, ka vajt 2%, unë jam ushtarak, jam i drejtimit ushtarak në profesion dhe në bindje dhe në shpirt, dhe unë nga një anë Trumpin kur tha deri në 5% po të duan të ekzistojnë. Unë mua më përqeu. Pra, veprimi parë, për mua, duhet të ndërmeret, edhe ju media keni jashtëzakonisht rol shumë të rëndësishëm, duhet të ndërmeret një fushat shumë e madhe, sqaruse, mos them kot propagandistike, po le t'i bim kokës, kjo është, që të sensibilizuse, që të sqarojnë shqiptarët që presim kohra të vështira. Dhe duhet që gjithë të masa që unë do t'i rendis tashi, nëse kemi kohë dhe mund zgjateni, që ne ta implementojmë konceptin e deterencës. Rezervistët është hap shumë i mirë. Sa duhet jemi? Shqipa mjaftush. Sa, Gjermania po planifikon këthimin e shërbimin detyrueshëm? Hapi i parë dhe urgjent. Po mirë, një sekond, atëherë, se jemi në kohë, do me thënë, në limite, dhe do t'i bëj unë pyetje dhe ti më përgjigjë ashtu. Këmsoria, sa duhet këtë? Nuk kam koncept këmsorie tashi. Tashi janë combined army. Nuk mund të konceptosh një repart këmsorie. Pa dronët, pa mbështetjen me artilleri, pa dronët e zbulimit, pa dronët, pa mbulesku në aero. Artilleri, sa? I kanë bërë llogaritu sallaret e vjetër para me. Do t'ju them disa shifra që kemi pasur. Kalibri 120 e sipër ne kemi pas 1500 kryegaxhari. Kalibri 120 e deri në 81 mm kemi pas 3. Ikën ato ko i sharuan, bella se kuptova kur pse u sharuan topat kur kërkonin vetëm gjysmë kile vaj sa për t'u vajosur. Asgjë, nuk kërkonin asgjë, vetëm pak graso dhe mbyllje tunelit. Se kuptova kur? Unë unë gjithë të proces ka ditë... Jo, e bukra se e kanë justifikuar me NATO. Asnjëherë, kur NATO nuk ka kërkuar ta zësosh gjithçka. Kur? Po pra po. NATO diçka ka kërkuar interoperabilitetin, që të thotë modernizo ndërlidhjen, që të merresh vesh me mua. S'ka kërkuar asnjëherë sharroni tankët, sharroni topat. Polakët, ja di ke polakët. Polakët kanë akoma mikis të natën. Me njëse kam blerë F-16-ën,
Më i problem korano-jugor. Kishin arritur 4% të GDP-s polakët në shpenzimet. Dhe në qoftë se nga ana geostrategjike, në qoftë se Francë, Gjermani, Poloni, keni parasysh është fusha veriore. Fusha veriore që nis nga Pirenejt dhe mbaron në Urale. Kjo fusha veriore është hapësira geostrategjike ku ka ndodhur të gjitha konfliktet që nga teutonët e deri tash. Ose edhe më shumë më herë. Historikisht. Pra, në qoftë se këto 3 shtete europiane e marrin seriozisht këtë çështje, rrezikohet vetëm krahu jugor i jon, dhe në krahun jugor jemi ne. Pra, se kaluam në geostrategji, në fakt nuk ka nevojë për geostrategji të madhe. Ju them, ne duhet të përshtatsim teorinë e deterencës. Doktrinë e deterencës. Me ushtri shumë fort, nuk po them shumë të madhe. Po shiko, nuk po them shumë të madhe, po shumë të fort. Dhe elementi sasior kuptohet që ka domosdoshmërinë e vetë. Tua them unë me një llogarit tash në sekond. E di sa ne duam 30.000. 30.000. Këta i harin vetëm me shërbim të detyrueshëm. Sa ko shërbimi detyrueshëm? Minimalisht 6 muaj. Sepse italianët thonë, të pak në generalit italian, 6 muaj është ajo koha minimale për ta përgatitur për ta nisur në front. Po pra, minimalisht 6 muaj. Se duhet 1 vit për të përgatitur me këtë që the ti që dit dronin, artillerin, njërën tjetër. Rinia e sot me dronin e mëson në videogame. Po nuk është aq që kohë, ai luftaraku është tjetër. Jo, s'është ai luftaraku, nuk është, kjo është. Pra, minimalisht, unë mendoj minimalisht 30.000 dhe nga këta ushtarë, do të mbash ushtarët profesionistë. Sa i kemi neve Brezin 18-20 vjeçar? Brezi që mbush moshën për shërbim detyruar ushtarak bashkë me vajzat është ka 27 deri në 32.000 në vit. Po pra, në vit. Do me thënë, duke hequr vajzat, ti del të mbushësh... Oke. Lutem, tjetër. Përfitimi i shërbimit detyrueshëm ushtarak është rrit fuqin, e dyta, ka vlera jashtëzakonshme edukative. Pa diskutim, po nga që s'kam kohë duhet dhe nuk ka kosto. E qartë, miliarderët do paguajnë për fëmijët e tyre, nuk do t'i sjellin. Fëmijët nuk i do paguash. Ai që do paguajnë për të marrë 5 ushtarë të tjerë. Okej, u tha, rezervistën, trupën rezerviste? Trupa rezerviste është... Pa limit? Trupa rezerviste është kështu, këta 30.000 automatikisht duhet kthehen në 90.000 në rast lufte. Trupa rezerviste? Pra, kjo ushtri me 30.000 veta, ku ka ushtarë shërbimi detyrueshëm, ushtarë profesionist dhe trupa e oficerave, që du t'jetë 30.000, nga të cilët maksimumi është 15.000 profesionist. Ti po nga këthe në kohën e Hoxhës, sa kishe... Jo, ke gabim, kohë e Hoxhës ka qenë 80.000 ushtri aktive, 80.000 ushtri aktive, që për 24 orë, bashkë me forcat vullnetare, shkonde në 762.000. Okej, trupa rezerviste ti thua komplet. Armë tankers duhet kemi? Le të zgjedhim metodën asimetrike. Le të marrim raketa kundër tanke, le të marrim artilleri tub. Ne shqiptarët e kemi shumë të thjeshtë dhe të lehtë relativisht me Ukrainën. Këtu është vetëm fush. Ne agresorët që na kanë ardhur nga veriu në shumicë, po dhe këte nga lindja dhe nga jugu, kanë kaluar vetëm në 5 gryka. E qartë. Shumë e thjeshtë. Me raketë kundër tanke, në mënyrë të menjëhershme i prioriteteve është ombrella kundërore për të mbrojtur popullsinë. Një sekondë, se ke detyrë të mbrojtësh dhe Kosovën, mos e harro këtë. Normal që e ke, po që ushtria e fortë shqiptare është deterrent edhe për Kosovën tanë. Okej. Trup tankista the s'ka nevojë. Jo, më ka nevojë, por për mundësitë financiare merr asimetrinë, merr raketën. Po mund të marrësh smer tank, merr Bradley, që janë e njëjta gjë, pak a shumë, po janë akoma më të lirë. Janë më të lirë. Që janë treguar shumë efektiv. Doktrina jonë në të gjitha kohëra dhe në kohën kur kemi qenë shtet shumë i fuqishëm, ka qenë doktrinë mbrojtëse. Dhe qartë. Dhe tankët që kemi pasur, ka qenë për dhënë kundër... Për aviacion kemi?
Shiko, më lejon 5 minuta? Jo, më lejon 5 minuta. Shiko, në atë kohë, për sasin bëhet fjala. Po pra, një 20 që thua ti? 12 mjaftojnë. 12 mjaftojnë. Modern. Kemi pas 120 të asaj kohë, por modern 12 e mbulojnë gjithë shka. F16, Rafale, francez, që është super i mirë. Rafale është super i mirë. Po edhe Serbia, ka që bleu, ja 12 bleu, nuk është mori për shumë. Ka dhe 16 miki stanë. Kjo do prishet. Flot detare? Asimetri. Dua që më flotën detare të përdorin përvojën në Ukrajinë se... Po, ja ku i blokoj, gjitha të Rusia blokoj. Dhe asimetri në kuptimin e një sistemi RBS 15 suedez top det. Detyra e flotës tonë është blokimi o Otravës. Gjarketja saj është nga 50 deri në 180 km e këtire. Po, edhe për fat, nevësështë se Serbi s'ka dalje detare që mund të të vinë. Po, mbase ka është një tjetër. Me prishën e NATO-s do jetë dhe në një tjetër. Po, e vërtetë është. Shkut, flasim hapur. Jo më jo, po komshie në jugë në veri. Okej, atë jugë. Jo, e përmënd, unë thash në variantin e prishjes NATO-s. Pa tjetër. Më thuaj një organizat politike ushtarake të përjetshme në historinë e njerëzimit. Jo, gjithçka ka ciklin e vet. Quko, falemderit mas ka i qkosh, najsi, do bëjmë të tjera, sepse me sa shoh unë zhvillime do ketë dhe duhet... Unë uroj që të mos ndodha i parashukimi i shpërbërjes i kolapsit të frontit të Ukrajinës, uroj që të mos ndodh. Duhet trajtuar një qik, po duhet trajtuar një qik edhe çështja e riarmatosjet tonë, sepse të gjithë zërat tonë që NATO-ja është drejt fundit. Dhe do të diskutojmë edhe cilat mund t'jenë këto aleancat dypalshë, sepse me sa duket po kalohet drejt atyre. Po kush e merr të doptin në aleancë më tanë? Më thuaj. E qartë, pa diskutim. Unë ju propozoj që herën tjetër temën, nëse e mendoni ta bëjmë vetëm për ringritjen, rifuqizimin, se e ngritur është, po rifuqizimin e ushtrisë shqiptare. Quko, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve që na ndoqët natën e mirë.